Si rrallëherë, kreu I opozitës Sali Berisha ishte në një linjë me kryeministrin Edi Rama për projektin historik të investimit 4 miliard euro në Zvërnec. Madje, Berisha akuzoi Edi Ramën se po bllokonte investimet e huaja, duke nënkuptuar se ai ishte më interesuar se sa Rama për realizimin e investimit. Qëndrimi ynë është I qartë. Ne besojmë se investimet e huaja janë jetike për zhvillimin e Shqipërisë. Nga viti 2008 deri në vitin 2013, investimet e huaja varionin nga 1.2 deri në 1.4 miliard euro në vit. Ndërkohë sot, Partia Demokratike vazhdon të mbështesë investimet e huaja, por ju po largoni të vetmin investitor të huaj që ka mbetur në Shqipëri. Mbajeni shënim këtë. Vetë ai tha, ju më votuat mua, pra e hoqi maskën, e pranoi hapur, tha Berisha. Pronarët e pronave në Zvërnec, ku edhe do të realizohet investimi, nisën të shfaqeshin si të tillë gjatë qeverisjes së PD-s. Një prej tyre është identifikuar Artur Shehu, një biznesmen kontrovers, I lakuar si figurë e krimit të organizuar, rival I bandës së Zani Çaushit. Pyetja që shtrohet është, a mundej Artur Shehu të thyente sistemin e Berishës, agjencitë e pronave, gjykatat e të tjerë, duke u legjitimuar si pronar I Zvërnecit, pa përfshirë në pjesë familjarët e Berishës, të cilit dalin pronar të tokave nga Velipoja në Ksamil përmes prestanomeve. Disa burime të kryqëzuara theksojnë se një nga pronarët e kamufluara të pronave në Zvërnec, të shitura më pas te grupi investitor, dyshohet se është Argita, teksa Shkëlzeni dyshohet se është pronari Kodrës së Ksamilit, përmes prestanomes Çim Beshiri, Argita dyshohet se është një nga pronaret kryesore të Zvërnecit, tjetërsimin e të cilit e kanë vulosur disa gjykata të shkallës së parë dhe apelit. Ndërkaq, SPAK ka thelluar veprimet hetimore, hetim I cili nuk është mirëpritur si nga opozita. SPAK mësohet të ketë vënë nën sekuestro preventive llogaritë bankare të Albania Land Development, kompania e cila zotrohet nga dy sipërmarrësit e njohur nga Katari, vëllezrit Mutaz dhe Ramez Al Hayat, të cilët kanë parashikuar të investojnë së bashku me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, në ndërtimin e rezortit luksoz në Zvërnec. Më herët, SPAK ka ushtruar kontrolle në qytetin bregdetar Vlorë. Agjentët e BKH-s kanë zbarkuar në zyren e avokatit Enkes Hyshendima, ku mësohet se janë sekuestruar disa dokumente dhe kompjutere. Ai është thjerrur edhe në SPAK, ku është marrë në pyetje, siç e kërkon procedura. Gjatë kontrolleve mësohet se ka qenë I pranishëm edhe kryetari I dhomës së advokaturës së Vlorës, Durim Bajrami. Enkes Hyshendima është nipi I Pëllum Petritit, të cilit gjithashtu I është ushtruar kontroll në banesën e tij në Vlorë. Pëllum Petriti, kryeshku I një kryebashkiaku socialist, është hetuar dhe dënuar disa herë për çështjen e tjetërsimit të pronave në zona të ndryshme të Vlorës, për falsifikim të dokumenteve dhe pastrim parash, ndërsa I përfshirë ka qenë edhe nipi I tij avokat. BKH-ja po ashtu ka ushtruar kontroll edhe tek Leonard Bishaj, një figurë që flitet si lidhje e ngushtë e biznesmenit, Artur Shehu, një personazh I lakuar si figurë e krimit të organizuar. Sipas mediave, deri në vitin 2023, Bishaj ka pasur edhe prokuror për përfaqësimin e Shehu në marrëdhënie tregtare. Pronat në Zvërnec janë blerë nga shoqëria Albania Land Development, e cila ka qenë në pronësi të inxhinierit Redi Struga. Ky I fundit në vitin 2025 ka shitur kuotat e shoqërisë tek dy vëllezrit nga Katari, Muhamet Motaz dhe Ramez MHD Ruslan Al Hayat. Në skenë del edhe ish gjykatri Alaudin Malaj. Një tjetër palë në kontratën e sipërmarrjes është kompania AM Invest, I cila zotron 25.000 metra katror tokë. Kjo kompani është në pronësi të familjes së Alaudin Malajt, ish kryetari të gjykatës së Aperit Tiranë. Ish gjykatri zotron 25% të aksioneve të dhuruara nga nëna e tij, ndërsa pjesa tjetër kontrollohet nga babai dhe vëllai I tij. Malaj ka gjithashtu një histori me pronat në këtë zonë, pasi ka dhënë 2 vendime lidhur me to. Një vendim civil në vitin 2013 që I njohu familjes Shehu 156 hektar tokë në këtë zonë, duke përmbysur vendimin e shkallës së parë, dhe një vendim penal në vitin 2019, ku ai në cilësinë e relatori, në një trup gjykimi ku bënin pjesë edhe ish gjykatri Agim Bendo dhe ish gjykatëse Shkresa Beçaj, pushoi çështjen për falsifikim dokumentesh ndaj Pëllum Petritajt. Të dyja këto vendime u kthyen për rigjykim nga gjykata e lartë, e cila konstatoi probleme në arsyetim. Malaj dha dorëheqje në vitin 2020 dhe u përjashtua nga sistemi I drejtësisë nga procesi I vetingut në shkurt 2021. Me rreth 1.7 milion euro pasuri të deklaruar, konsiderohej një nga gjykatësit më të pasur në Shqipëri. Gjatë procesit të vetingut, Malaj pretendonte se po bëhej viktime një komploti. Ish gjykatri ishte I paarritshëm për koment, ndërsa një avokate e tij në Vlorë tha se nuk ishte më tagër përfaqësimi. Sulej ishte gjithashtu I paarritshëm. Një tjetër sipërfaqe e 78.000 metra katror zotrohet nga Ferja Lëndreu Petritaj, vajza e Pëllum Petritajt. Ky I fundit është një emër I njohur për drejtsinë shqiptare, dënuar në shkallë të parë dhe arrestuar disa herë. Ai ka qenë me mas sigurimi arrest shtëpie deri në mesin e vitit kaluar dhe mbetet ende në mas sigurimi në pritje të përfundimit të proceseve penale në apel për falsifikimin e dokumenteve
që i dhanë prona masive familjes Shehu në Bregdet, përfshirë pronat e lidhura me rezortin në Pishporo dhe zonat rreth e tij. Në një reagim publik në maj 2024, Petritaj pretendoi pafajësi për veten dhe për Shehun. Në një dokumentar të televizionit italian Rai, emri i tij përmendi përhetime të mëparshme, lidhur me organizatën mafioze Sacra Corona Unita. Shehu nuk ishte i arritshëm për koment, ndërsa një avokate e tij në Vlorë tha se nuk ishte më tagër për fajësimi. Sulaj ishte gjithashtu i paarritshëm.